Flasim me që po jena shumë afër reality show-ve që sjell mas shumë të klikime. Flasim pak për ata që më kanë përcjell prej fillimit, qysh me kriju, me mirëmbajt dhe me përfitu prej një akanti të duhur. Ka plot mënyra, unë do t'i përmenin pikat shpejta, mënyrat ma efektive. E para, do duhet me pas një llogari, një akant në TikTok i cili është hapur ose në Gjermani, ose është në Francë i hapur, ose është në Angli, ose në Japoni, ose në Amerikë. Nëse kini akont nga këto shtete, të paguën videot për 1000 shikime e përpjet në mbi 1 minutë e përpjet. Pa tjetër që interaktiviteti i njerëzve në komente, me like, me share e ndihmon, por është e vështirë me shqiptarët. Nëse e kini akont të duhur dhe din me prej materialin që me ndryshu prej originalit, edhe pa ftyrë mundesh me përfitu, pa dal me ftyrë me fol. Pika ne. Për këta kërkesat janë një akont nga ato shtete, 10.000 ndjekës dhe 100.000 shikime në 30 ditë të fundit. Pra, boni shpejt gati, sepse biku po vjen, dhe jena shumë afër bikut. Po shumë afër bikut. Metoda 1. Metoda 2 është mi rrit njëkohësisht TikTokin dhe Instagramin e pastaj me punu me brende dhe me kompani të ndryshme, po aty duhesh me pas një akant që e kini niqe, që mundesh me pas influencim e kështu me radhë. Metoda 3 janë pastaj rrjetet tjera sociale, femrat mundin me fitu shumë pare prej Snapit, po shumë pare prej Snapchatit, tepër shumë pare prej Snapchatit. YouTube-ja është ma shumë për profesionalista, Facebooki është nuk se di, do të me konë shumë shumë i angazhume dhe nuk pagun, po nuk është e kënaqshme. Nëse i keni gjitha këto, edhe nuk e dini çka më marrë reality show, pjesa më e mira. Mundesh me marrë me prej pjesë të ndryshme të një banorit që të pëlqen, ose një momenti të caktuar, jo më dok sikur origjinali, edhe TikToki nuk ta anashkalon. Derisa nuk i ki 10.000 ndjekës edhe 100.000 shikime, prej video 10 sekonda, 17 sekonda, 16 sekonda, TikTok se interesojnë ato për me qitë për jashtë ose me sen, sepse vesh kur ka me të pagu që edhe intereson ku e ki marrë materialin. Por nuk i intereson fort. A mu jo në Gjermani, mos po mbjen tatimi, po për besit fitojsh 1.400 euro dush me pagu tatim. Si kush paguim, une, a tjetër se cili, ose nuk e pagun tatimin, kur t'jen momentit kapin edhe kur i mua beti. Qa me thonë, makullaj se bigu, ja kum dëshmu vitin e kalum tetor, para tetorit, ju kum thonë qështu rritet e akanti, qështu bëhet, e kemi nis me një akant me 3.000 ndjekës, edhe e dini që këna arrim me bo. Mos e leni mjë i pidore. Njerës që kanë mjë fol, na i bobajat, janë në akim, ata njerës nuk arrin kur gjën jetë me bo, i plas në shpirt suksesi ët, prandaj edhe komentojnë qashtu, i dy metoda, ose i len qashtu zhag, ja plas barken, ose ja fut këtë blok edhe kur i ma betja. Si të shini që po ju vinë njerës prej vanave që nuk paguin, blokoni. S'ja vlen as mi pas, as mi lo me fol. E thjesht, bono negati, bigo po vjen.